keq është bo ndarja e qajirit. Ka vetëm 3.4 kilometra katror, është tamam një kazerm, ka 100.000 banor mbrenda, 100.000 probleme, edhe leta prejon është me konstatu konstatimet këtilla. Por qajiri ka shumë gjëra të mira, shembull ka qashin e vjetër, e cila është më e madhja në Ballkan, e cila është më e bukur në Ballkan, ka sheshin Skënderbej që është me përmasat dhe po rritet, tash ka dhe investim 25 milion euro, edhe dhe jetë sheshi kryesor i qytetit Shkupit. Pra ka shumë çështje të bukura dhe nëse atëherë, në 2005 ka pas probleme me trafostacionet, me rrymën, me 10% rrjetet atmosferik, me problem ujësillësi, problem kanalizimi, 95% deri 100% e qajirit është mbulume me rrjet ujësillësi, mbi 90% është mbulume me rrjet kanalizimi dhe 48% është mbulume me rrjet atmosferik, ndërsa mesatarja e Shkupit është 30%.